një prej tyre, për shembull, ligji për zyrtar publik e ka pas para me nxjerr prej punë mbi 2000 veta në administratën publike. Ligjet tjera që kanë dëmtuar interesin e qytetarëve po ashtu. Kemi mbrojtur na qytetarët me mekanizmat që kemi pas mundësi, sepse qeveria është vërsul kundër rendit kushtetues religjor. Neve na duhet një qeveri tjetër. Një qeveri tjetër që krijohet nga opozita që duket që nuk ka gjetur aktualisht një rrugë ose një shteg të tillë. Kur jemi tek pozicioni i kryekumvendarit, shembull, po që se del, Zone Agjiu më herët tha s'ka koalicion me Nismën, s'ka një marrëveshje me Nismën, por emri i zotit Lima ju përmend të jetë propozuar për kryekumvendar. Zoti Lima është një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës. Ministër në qeverinë e zotit Thaçi, pastaj me një ndarje të dhimbshme në atë kohë me krimin e Nismës, pastaj me një bashkëpunim në PAN me Partinë Demokratike të Kosovës, tani si një emër opsional për kryekumvendar. A është i pranueshëm për juve? Eventualisht nëse ka përcjellën këto hendeqet fillestare zoti Limaj për kryekumvendar? Unë mendoj që për PDK-n kjo nuk është çështje e emrit përvetshëm, është çështje e një koncepti politik që përfaqëson. Nëse emri vjen nga lëvizja vetëvendosje, unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës nuk duhet ta votojë. Nëse emri vjen nga opozita e deridjeshme, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, emri si propozim e ke fjalë? Emri si propozim ose si koalicion? Pozicion kur ne marrim mandatin. Se ata vetëvendosje mund t'ju propozojnë edhe juve si kryekumvendare, pastaj po. Shembull, po nuk mendoj që është e lidhur me emrin, është e lidhur me platformën politike. Ne nuk besojmë që lëvizja vetëvendosje është interes i Kosovës me kanë në pushtet. Prandaj ne nuk kemi vot për asnjë prej pozitave që propozon lëvizja vetëvendosje. Asnjë? Në çfarëdo variante? Pra kryekumvendarin nuk do ta nuk do ta votojmë, s'ka lidhje me emrin e përvetshëm, ka lidhje me partinë që propozon. Nëse është lëvizja vetëvendosje, ne kemi problem të votojmë themelimin e organeve të shtetit prej kësaj force politike. Është një vit zgjedhor, zoti Gruda, pasojnë zgjedhjet lokale pas pak muajsh dhe po krijohet ideja që ka faktor brenda politik në Kosovë që dëshirojnë të shkojnë në dy palë zgjedhje. Kushtetutshmërisht, ligji a e lejon që të shkohet në dy palë zgjedhje të njëjta dhe a besoni që një situatë e tillë do të ishte në favor të qytetarëve apo jo? Ligjërisht, kushtetutshmërisht është e mundur që të piktakohen të dy palë zgjedhjet. Nuk është interesi i qytetarëve të Kosovës, do të krijojë një kaos i madh edhe në orientim të votuesve, edhe do të kishte shpërqendrim prej agjendës zhvillimore që i nevojitet Kosovës. Nuk mendoj që është interesi i Kosovës. Zgjedhjet e parakohshme, të jashtëzakonshme, cilat do që ndodh, nuk janë interesi i qytetarëve të Kosovës. Ne punojmë që të ketë një qeveri të udhëhequr nga Bedri Hamza. Por zgjedhjeve nuk ja kemi frikën. Ne por mendojmë që s'janë interes qytetarëve të Kosovës, zgjedhjet janë mbajtur, rezultati ka dalë. Ai që ka dalë, ajo që është me rëndësi tek leximi i rezultatit të zgjedhjeve është ky. Ne këto zgjedhje kemi pas një situatë kur lëvizja vetëvendosje ka thonë popullit Kosovës votoni neve ose opozitën. Dhe kjo ka qenë ndarja, kjo dikotomia ne ose opozita. Siç e bën në fakt çdo parti populiste në botë. Ne edhe të tjerët. Populli i Kosovës neve na i ka dhënë 52 deputet, këtyre 48. Neve na kanë nxjerr shumicë. Nëse llogaritet opozita si një, edhe pse nuk është një. S'ka qenë, po ato mund të bashkohen si vota në kuvend. Dhe kjo ka qenë ndarja e elektoratit. Kështu e ka kërkuar lëvizja vetëvendosje. Bila ta kanë kërkuar 500.000 vota, si kanë marrë as 500.000 vota, as se kanë marrë 50%, kështu që mendoj që jemi në një moment kur ndrimi i qeverisë duhet të ndodhë edhe duhet të respektohet vullneti i njerëzve për me ndru qeverisën në Kosovë. Kjo është ajo që duhet ndodhë. Zgjedhjet janë opsioni i fundit mendoj që duhet diskutohen në këtë moment, sepse nuk janë interes qytetarët të Kosovës. Vetëm interes i njerëzve për me shku në zgjedhje është i atyre që janë në pushtet. Ata do me vazhdu me majt ka dhe të gjipa. Atyre ju shkojnë për shtati më shumë? Po, sepse ata i kanë... Ata i mbajnë pozicionet, më thunë? Ata i mbajnë pozicionet. Po, atërës do të mund t'i mbajnë dy pozicionet, vetëm një do të mund t'a mbajnë. Se duhet shpërbohet kuvendi, apo? Synojnë pas. A i bje kështu? Se të mbajnë qeverinë, mendoj, pozicionet e qeverisë në detyrë, por jo të... Po dojnë me shku gjdo kun me ka dhe të gjipa,
10, 4, 5, çdo kun nëpër qytet e keni pa ju që bllokohet shpesh trafiku, ndodh më shpesh. Mbes trafik kur e shoh. Që po thu qeveria me këto gjipat i bllokojnë komunikacionin në qytet? Më falni, nuk është më sekret. Albin Kurti shkon me 10 gjipa nëpër vizita. Ministrat me ka 2 ka 3, edhe ti ke Prishtinën shpesh herë kaos shkaku i qeveritarëve që janë këtu për me kry punët e ty. Kjo nuk është zmadhim, kjo është e vërtet, kjo fotografit, kjo inqizime të shqip. Po është edhe një lloj gruda është një lloj fatkeqësie që nga ato veturat bllokohet një qytet i tërë, një kryeqytet. Ke flet që edhe kryeqyteti se kemi shumë nuk e di për atë pjesë, po që ditëm kur jam trafik, kur vinë ministrat me ka 5-6 gjipa, kryeministri me 10 gjipa shkon në përshat, treshe kur ka për vetore, kështu më shkon me nga 10 gjipa të zi, dikur i kritikon nësë të kujtot, po më duket që mos dërheqja është për shkak se nuk janë gatshëm me zbrit prej gjipave, kanë humbur realitetin, kanë humbur kontaktin tërësisht me realitetin. Narrativa e pushtetit të cilën e konfirmoi edhe më herët Zonja Haxhiu është që thotë bllokues janë është opozita PDK, LDK, AK edhe Srpska, e lidhin me një farë formë, thonë ja bashk. Qa lidhje ka Srpska? Si shihni këto akuza edhe këtë lloj bashkëpunimi të cilin tentojnë t'u anë veshin juve gruda? Juve si opozit, jo vetëm si Parti Demokratike të Kosovës. Lista Srpska në komision të mandateve, verifikim mandateve abstenoj, edhe në seancë ka abstenu, nuk ka asnjë lidhje lista Srpska, por lista Srpska përdoret për me mbulu çdo dështim. Është kallaj me thonë lista Srpska, unë mendoj që një kryeministër dhe ministra që kanë përgjegjësi shtetënore, për te sulmeve që i bojnë kolegëve të vetë për bashkëpunim me listën Srpska, duhet mendojnë që deputet që i përfaqësojnë komunitetin serb, është mirë me u kujdes që me detyru, me integru, me respektu rendin dhe ligjin në Kosovë, dhe jo me i përjashtu, sepse kjo mund tjetë një diçka që në fat gjatë, është në dëm. Mund të jetë në dëm të Kosovës, unë e di që apo flasë dhe kjo mund duket jo popullore, e di, ma popullore është me thonë mirë jo listën srpska me nëzirë prej kuvendit. Po, shpallë në organizatë terroriste. Po, interesi shtetit Kosovës nuk është me ndodha jo, interesi shtetit Kosovës është me integru dhe me i konsideru si qytetar të vendi, dhe ministria para meje e thani pavërtet, mirë që ma kujtove listën srpska, tha që PDK-ja ka pamundësu mos certifikimin e listës srpska në kuvenda, tha. Po, në KQZ. Në KQZ, më falë KQZ. është e pavërtet, është e pavërtet, është shpifje. Po pse është dashët mos certifikohet srpska? është shpifje që të kalëzojnë pse nuk është ashtu. Në lejo, ta thëmë për 2 minuta këtë se kanë thonë disa herë, dhe unë po ta thëmë si jurist, hap procedurën. Drejtori i regjistrimit partive politike në KQZ është një njeri e emëruar nga VV-ja. Ai drejtori